Është kënaqësi e madhe të ndalemi tek një ngjarje që i dha Gjilanit dhe gjithë rajonit një pamje të re kulturore. Festivali ndërkombëtar Rising Stars, tashmë një edicion i 8 që ky festival u organizua nga Qendra Kulturore Artistike Mollkuqet. Festivali i cili solli në skenën e Gjilanit artistë të rinj nga shumë shtete, duke u bërë një nga qytetet e cila ishte qendër e vëmendjes ndërkombëtare. Për të ndarë me ne këtë përvojë, për sfidat dhe emocionet që sjell një organizim i tillë, sonte kemi kënaqësinë të bisedojmë me Arta Haziri Nuhiun. Arta, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin ton Vikend dhe faleminderit shumë që ndave kohë të jesh pjesë e vikendit ton. Mirë se ju gjeta, faleminderit juve për hapësirën që na keni mundsuar. Arta, si do ta përshkruaje me pak fjalë atmosferën që krijoi Rising Stars në Gjilan këtë vit? Atëherë, padyshim unë jam ndjer jashtëzakonisht e privilegjuar të jem në mesin e artistëve të ri që është një ngjarje që promovon artin, pasionin dhe përkushtimin për muzikën. E si autore e këtij formate, padyshim se jam ndjer jashtëzakonisht e lumtur, sepse është një festival ndërkombëtar ku direkt kontribuojmë nëpërmjet krijimtarisë dhe ëndrrës së secilit artist, duke i shtyrë përpara në rrugtimin e tyre internacional, ëndra e shumë të rinjve që vazhdon tutje pas Rising Stars në skenat ndërkombëtare. Zemër, çfarë do të thotë për ju personalisht që Mollkuqet, fakti që ky festival ka arritur të bëhet një traditë ndërkombëtare? Organizata jonë, Qendra Kulturore Artistike Mollkuqet, është në seli në Gjilan, dhe tani më dihet që promovon dhe organizon 2 festivale. Festivali Mollkuqet këtë vit e ka shënu edicionin e 12 me radhë, tani më tradicional në komunën e Gjilanit, ku ka mbledhur këngë të krijimtarisë së autorëve shqiptar nga të gjitha trojet shqiptare. Me shumë kënaqësi këtë vit po i prezantoj artistët e vegjël të cilët kanë ardhur nga gjitha trojet shqiptare, duke filluar nga qyteti i Gjilani, Ferizaj, Prishtinë, Mitrovica, Skenderaj po ashtu, Gjakov, Pej, pastaj po ashtu kemi pas artistë të vegjël edhe nga Shkupi, dhe po ashtu nga Gostivari, Dibra e Maqedonisë, Tetova po ashtu, nga Komza e Shqipërisë, Tirana, Elbasani, Vlora e Durrësi. Domethënë kanë qenë 35 këngëtar të vegjël, 35 krijimtari nga kompozitor, autor, tekstshkrues shqiptar që kanë sjellur në konkursin Mollkuqe, autor të njohur dhe po ashtu ndihem jashtëzakonisht falënderuese që kanë zgjedhur konkursin Mollkuqe. E dashur, çfarë të ka befasu mas shumti këtë vit nga performancat apo reagimi i pjesëmarrësve të vegjël, sepse të punosh me fëmijë befasohesh ndoshta edhe çdo moment? Realisht, festivali Mollkuqet është një befasi në veti sepse dhuron edhe përveç çmimeve fituese, dhuron edhe shumë spektakël për fëmijë. Kemi pasur mysafir special maskotat, një program jashtëzakonisht të pasur për fëmijë, po ashtu donatorët tonë të cilët dhurojnë dhurata për fëmijë, siç janë kompania Afrocom dhe kompania Aliri, ku kujdesen për secilin konkurrent të Mollkuqeve të ndajnë dhurata, dhe po ashtu energjia e gjithë aty në artistëve që ata e shijuan në maksimum. Po ashtu kemi organizuar edhe pjesën e photobooth që mi pas të gjitha videot kujtim nga ngjarja e cila u zhvillua me 26 shtator në kompleksin e bukur të Gjilanit turistik Vali Ranch, një skenë madhështore e realizuar nga KD Events
dhe po ashtu me shumë ngjyrë dhe me shumë sharm e zbukuruar nga Rose Wedding Planner. Do me thënë është punuar me shumë përkushtim në çdo detaj, ku unë besoj se secili nga këngëtarët e vegjël e kanë shijuar në maksimum këtë edicion të 12 dhe mos harroj me cik që këtë vit kemi gëzu një mbështetje nga Ministria e Kulturës këtu në Kosovë dhe Drejtoria për Kulturën dhe Sport në Gjilan dhe mundësia jonë ka qenë më e madhe që ne të investojmë më shumë në festival dhe të japim më shumë atë hapësirën për të gjithë artistët të cilët ishin pjesë e Rising Stars dhe po ashtu edhe të mëllkuqeve. Po, e dashur, nëse do duhet të veçonit një mesazh që këto festivale i përcjellin për publikun dhe për të rinjt, për artistët e rinj, cili do kishte qenë ndoshta mesazhi që kanë përcjell këto festivale? Rising Stars nuk është, do me thonë, vetëm një festival dhe një ngjarje e madhe ndërkombëtare, ose vetëm një garë, por është një vizion i qartë për të ardhmen artistike, një hapësirë ku kultivohet talenti dhe ku bashkohen kultura dhe ku muzika bëhet ura lidhse që lidh zemrat dhe kontaktin e secilit artist në mesveti. Rising Stars grumbullon të gjitha grup moshat, të fillu prej kategorisë XS, ku marrin pjesë fëmijët të vegjël. Kategoria S është fëmijët më të rritur, do me thonë mosha 9 deri në 12 vjeç. Pastaj është kategoria kategoria M që i kemi fut të nigjerat edhe adoleshentat në atë garë, dhe po ashtu është kategoria L që kanë marrë pjesë mosha mbi 20 vjetë. Kam para vetës edhe katalogun Rising Stars, sepse festivali jonë përgadit edhe katalogun për audiencën e hapër si dhe për të secilin konkurrent. Dhe kam kënaqësinë para juve sot ta ndaj edhe pjesën e anëtarëve të panelit të jurisë Rising Stars, një panel i jurisë jashtëzakonisht profesional dhe ndërkombëtar. Në krye të jurisë ishte Korab Shaqiri, një solist i mirënjohur nga Kosova, Zysh Zina Zdrava, mjeshtër e solokkëndimit nga Tirana, e ardhur nga Elbasani i Shqipërisë, Tolga Gurd është drejtori i festivalit në Stamboll dhe Ottoman Dream, Evelina Betej është nga Malta, është një drejtoresh e një festivalit ndërkombëtar në Malta, Voice Golden Malta. Albana Tushe Cure është drejtoresha e qendrës kulturore artistike në Vlorë, dhe po ashtu edhe Albana udhëheq një festival ndërkombëtar në Vlorë të Shqipërisë. Kushtrim Jakupi, drejtor i shkollës së muzikës dhe profesor në fakultetin OAB të muzikologjisë. Tonja Lesovci nga Maqedonia është drejtor i festivalit internacional Musicland. Elena Savcok është drejtoreshe e festivalit internacional në Estoni. Ersim Parlak është një kompozitor i njohur dhe producent që pas veti ka ngre shumë artistë edhe në Eurovision dhe ka menaxhuar njëkohësisht. Marcello Badaklia është nga Sicilia, po ashtu Eugenia Ursu nga Moldavia, Adrian Junek nga Hungaria, Marcela Patriarkava është nga Slovakia, Anjeza Shehu Agolli nga Tirana, po ashtu Nikola Telekiv është nga Bulgaria, Claudio Boletë, producent nga Rumania, Merita Isufi, e cila drejton një organizatë kulturore në Angli, dhe Liriona Sulejmani është dirigjente e filharmonisë trupave instrumentale dhe dirigjente njëkohësisht e orkestrës. Do të thonë të gjithë këta ishin antar jurie në Rising Stars dhe të gjithë këta antar jurie të cilët gëzojnë festivalet internacionale aty ku jetojnë, sollën po ashtu për të gjithë konkurrentët e Rising Stars edhe ftesa. Çka do të thotë? Ju rastisht e thash se Rising nuk është vetëm një garë, po është një rrugë
dhe një urdhë lidhëse për çdo artist që mendon të vazhdoj karrierën në rrugtimin internacional, nëpërmjet lidhjeve dhe nëpërmjet shkëmbimeve të kulturave që ne i sjellëm në Rising Stars, i mundsojmë të gjithë artistët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia që të vazhdojnë rrugtimin e tyre internacional. E dashur, do me thënë shumë profesionist dhe shumë dyert të hapura për gjithë ata që marrin pjesë në këtë festival. Sa është e rëndë që ta menaxhosh gjithë këtë aktivitet shumë të rëndë, shumë me peshë madhe, shumë me vlerë të madhe, dhe sa ti ke pas sfida gjatë rrugtimit për këtë edicion? Të realizojsh një festival ndërkombëtar me të vërtet kërkon jashtëzakonisht guxim, kërkon pasion për kushtim. Falë Zotit, si një nën edhe si një grua, kom arrit me te kalu gjitha sfidat të cilat gjatë rrugës i kemi pasur, sepse ne nuk e kemi pasur mbështetje në plot financiare. Këtë vit është edicioni 8, gjatë viteve kemi pas edhe sfidat edhe gjatë kohës pandemisë që jemi përballur, por edhe kemi pasur edhe sfida edhe me përkraje financiare. Por kur ekziston vullneti edhe dëshira, edhe dihet qartë vizioni se ti ku do të ecësh me projektet që ne i projektojmë, nuk jemi dorëzuar dhe fal gjitha asaj pune të mirë profesionale, fal gjitha asaj dashurie për me risjell një ngjarje ndërkombëtare në shtetin e Gjilanit në Kosovë, fal gjitha atyre artistëve të ri që ma japin energjinë e papar, sepse ata janë që mua më kanë mbajtur gjallë, që unë mos dorëzohem asnjëherë, mira talent shqiptar, të cilët na kanë përfaqësuar edhe në për festivale ndërkombëtare dhe i kanë sjell çmime shteteve shqiptare konkretisht, se nuk dua t'i ndaj sepse organizata jonë njihet për mbështetjen e të gjithë konkurrentëve nga të gjitha trojet shqiptare, pa dallim. Dhe kjo më ka mbajt ndoshta edhe gjallë në atë kuptimin e frymës për mos më dorëzu asnjëherë për me vazhdu edicionin e 8 këtë vit me përkraje të plot nga Ministria e Kulturës dhe Drejtoria për Kulturin dhe Sport dhe po ashtu nga sponsori jonë General Gorenja Department Store, e cila këtë vit na dha edhe një përkraje ku normalisht që është për neve një mbështetje jashtëzakonisht e mirë, sepse është gjithçka më e lehtë kur normalisht janë edhe është edhe i mbështetur projekti financiar, sepse është një kosto jashtëzakonisht e madhe që kërkon festivali ndërkombëtar, sepse zgjat pothuajse 4 natë, edhe në mesin e 56 konkurrentëve, 36 konkurrentë kanë qenë ndërkombëtar, që është mu kujdes për pjesën e transportit, për pjesën e akomodimit, për gjithë shka që ata i ka rrethu për 4 ditë, po ashtu edhe për pjesën e jurijës, jashtë pjesës procesit artistik të festivalit, do me thonë, është dashur të kemi barë edhe pjesën e rrugtimit, transportit, akomodimit, gjitha këto do me thonë, dhe normalisht pa mbështetje është shumë e vështirë me i mbajt për 4 ditë. Viteve të kalume e kemi pasur, do me thonë, ma shkurt shkaku se nuk kemi gëzu mbështetjet plot, ndërsa këtë vit kemi ardhur për 4 ditë të plota aktivitete, të fillu prej workshopit në kryemezina Zdravën, e cila ka ligjeru për teknikat vokale, diafragmën, performancën artistike, një zysh, do me thonë, e njohur edhe e cila ka ligjeru leksione shumë mira për të gjithë artistët që veç janë tashmë pjesë e skenave ndërkombëtare, po ashtu në datën 26 kemi fillu me Mollkuqet edicion ky 12, pastaj kemi vazhdu me natën e parë të festivalit Rising Stars, ku janë paraqitur 56 konkurrentë, dhe nata finale e 27 shtatorit kanë marrë pjesë 22 konkurrentë, do me thonë nga 56 janë filtruar ata konkurrentë të cilët kanë marrë poentimin më të lartë të pikëve nga juria, do me thonë kanë kënduar vetëm 22 konkurrentë për natën finale. I kemi mirëpritur me pjesën e hyrje të koktelit, parakalimit
të piju të koq, defilimi i flamojve, do më thonë, mënyra se si ne si organizate kemi risjell para ndërkombëtarëve, ka qenë për të komplimentuar dhe për të duar trukitur, sepse kemi marrë edhe feedbackun nga të gjithë ata të cilët ishin të pranishëm dhe gjithë ajo lodhje, gjithë ajo sakrificë, dhe me thonë besin krejt anash kur është një rezultat jashtëzakonisht i madh, po këtë ky rezultat nuk ka ardhur vetëm nga unë që jam drejtuese e organizatës, por edhe nga stafi im që dëshiroj t'i përshëndes gjithë secilin për kushtimin edhe për punën që e kanë realizuar së bashku me mu për 3 muaj intenzive. Janë 2 koordinatorët, Irda Mehmeti dhe Mifeta Buhiqi, po ashtu organizator artistik është Gzim Hajdari dhe po ashtu agent i marketingut ka qenë edhe Ermal Demiri, si dhe dizajner Arten Ymeri dhe po ashtu edhe Arben Vlasaliu, si dhe në aspektin e logjistikës Fisnik Isufi. Do me thonë, kretë kjo tim kemi punuar për 3 muaj intenzivisht për me ardhë në realizim, ashtu si që e donë rendi një festival ndërkombëtar me një skenë magjike, mundë me thonë. Shumë përkushtim, shumë punë, shumë dëshira për t'ju dhuru edhe atyre të cilët duan që t'jem pjesë e Rising Star, atë trajtimin adekuat që e meritojnë t'jenë në këtë festival dhe në këtë aktivitet kulturor, sepse këtu takohen, gërshetohen, njoftohen shumë kultura të ndryshme dhe kemi mundësi që të njoftojmë edhe gjëra të bukura nga shtetet tjera dhe nga vendet tjera. Zemër, për të përfundu bisedën dhe për të rrumbullak kësu, cili është plani i ardhshëm për një Rising Star për festivalin në një ardhmëri vitin e ardhshëm dhe cili është plani dhe ëndra për edicionet e ardhshme të Rising Stars? Realisht ardita ne kur kemi fillu edicionin e parë të Rising Stars, kemi fillu me 6 shtete. Çdo vit edicioni i dytë, 8 shtete, edicioni i tretë, 12. Do me thonë, na çdo vit kemi rritë numrin e përfaqësimeve shtetërore dhe kjo më gëzon shumë, se kjo vjen si pasojë e punës së mirë që është bë. Realisht këtë vit kemi pasur përfaqësimin e 18 shteteve ndërkombëtare. Ne sigurisht në çdo vit vim më të investuar dhe me një jehon çdo herë më të madhe, sepse mundohemi me afru gjithmonë ekskluzivitet për Rising në çdo edicion. Kështu që më gëzon fakti që këtë vit ka qenë ekskluzive që kemi pas konkurrent edhe nga Spanja, edhe nga Indonezia, edhe nga Slovakia, shtete që këtu ende nuk e njohin Kosovën si shtet, po kanë qenë pjesë e Rising Stars dhe fituesi çmimit të madh Grand Prix që ka qenë në vlerën 1000 euro, është zgjedhur këngëtari Taoma, është një ndër këngëtarët të cilët ka fituar edhe Sanremo në Itali, një artist, domethënë i moshave mbi 20 vjeçar, sepse është i kategorisë L dhe e ka rrëmbyer çmimin Grand Prix 1000 euro, po ashtu këtë vit kemi ndoa dhe Grand Prix Junior me vlerën 500 euro, ku artistja e cila e ka fitu Grand Prix Junior është nga Shqipëria Era Hasanaj, të cilën do ta mbështesim në njërin nga festivalet ku organizata jonë ka marrë ftesë, nga njërin nga festivalet ndërkombëtare, ku ne do t'jemi të pranishëm të gjitha shpenzimet, dhe me thënë sa i përket akomodimet, pjesës pagesës, dhe me thënë të pjesëmarrjes, ne do t'ja mbulojmë me atë vlerë të cilën solistja ka përfituar. Pra interesi jonë është gjithmonë të japëm sa ma shumë hapësirë dhe sa ma shumë mundësi për artistët të cilët janë pjesë e këtij rrugtimi, të hapu ma shumë dyrë, edhe edicionin e 9 sigurisht që do të vi me një format edhe më të zgjeruar, nga se programi jonë ka përfitu në thirrjen për kulturë, rini dhe sport të trashëgimisë kulturore, do me thonë në programin 3 vjeçar, dhe vetëse përkrajnë e gëzon nga Ministria e Kulturës, dhe kjo na mundson që ne edhe në edicionin e 9 të vim, dhe me thonë, me një prezentim edhe me një konkurs duke ofruar mundësi dhe befasia shumë të mëdha për
se cilin artist të krejt këtyre kategorive fëmijëve të rriturve, mosha teenager, adoleshent dhe rinia, sepse kjo është e mira që Rising pa dallim i grumbullon të gjitha grup moshat dhe gjithçka në skenën e Rising Stars është live, është gjallë, këndimi është gjallë, na kanë dhuru emocione dhe dashuri pa fund me ata zëra aq të fuqishëm se cili konkurent dhe kjo na bën që ne gjithmonë të jemi pranë atyre dhe pranë organizimeve të cilat kanë cilësi, sa aty ku këndohet gjallë, kuptohet që është një organizim me vlerë. E dashur, unë të falemderoj shumë që gjete kohën për ne dhe të falemderoj shumë që po bën kaq shumë për këta të rinj, për këta fëmijë dhe për këta të rinj të cilët duan që ta shprehin talentin e tyre dhe mundi dhe sakrifica jote uroj që të shpërblehet një ditë dhe të flasim për sukseset të cilat janë shpërblyer me shumë të mira dhe edhe me më shumë të mira të cilat i meriton Rising Stars dhe ti si Arta. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen tuaj televizive, televizionit Maqedonisë. Jemi gjithmonë pranë çdo artiste nga gjitha trojet shqiptare. Kjo është bekimi më i madh për mua se unë jam këtu për ata. Faleminderit.